Almanaku On This Day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 19, generali romak Gjermaniku papritmas ndorron jetë në Antioki. Në rrethana misterioze, historiani Tacitus thot se ai u helmua nga guvernatori sirian në urdhrat e perandorit Tiberi. 680 në betejën e Qerbelas, Hussein bin Ali, nipi i profetit Muhammed, vritet nga forcat e kalifit Jezid I parë. Husseini kishte refuzuar njohjen e pushtetit të kalifit. 1845 në Annapolis, Maryland, hapet shkolla detare me 50 student, 9 oficer marine dhe 7 profesor. Sot kjo shkollë quhet Akademia Detare e Shteteve të Bashkuara. 1909, gazeta Dielli njofton se në New York funksionon një bankë e quajtur Totsi, sipas emrit të pronarit arbëresh. 1913, Woodrow Wilson shkakton shpërthimin e Dai Gamboas, duke I dhënë fund punimeve në kanalin e Panamas. Me prekjen e një butoni në Washington, presidenti Wilson ndezi 8 ton dinamit, mijëra kilometra larg. Shpërthimi hodhi në erë pengesën e fundit për kalimin në kanalin e Panamas. 1928, Chiang Kai-shek bëhet presidenti I Republikës së Kinës. 1938, hapet ura Blue Water Bridge, duke mundësuar lidhjen mes Port Huron, Michigan dhe Sarnia, Ontario. 1944, 800 fëmijë rom vriten brenda një dite në kampin nazist të përqendrimit në Auschwitz. 1957, presidenti amerikan Dwight Eisenhower I kërkon ndjes ministrit të financave të Ganës, Komla Agbeli Gopdema, pasi atij ishte refuzuar shërbimi në një restorant në Dover, Delaware. 1971, ura Londrës me lumin tamiz, shmontuar, shitur, zhvendosur, rindërtuar me të njëjtin material, uri hap në qytetin Lake Havasu të Arizonës. 1947, Holokausti shqiptar. Një grup deputetësh social-demokrat pushkatohen në burgjet e Tiranës nga diktatura komuniste. Nga 17 të ekzekutuarit, në 10 tetorin e 1947-s, 3 deputet u dënuan me varje dhe 14 të tjerë me pushkatim. 1951, likuidohet grupi I Hasan Remnikut. 1969, King Crimson paraqesin albumin e tyre të parë në In the Court of the Crimson King, që konsiderohet albumi I parë I llojit progressive rock. 1979, loja Pac-Man u paraqit në tregun japonez nga kompania Namco. 2005, Angela Merkel bëhet kancelaria e parë femër e Gjermanisë dhe liderja e parë nga ishlindja komuniste. 2008, Gjykata Supreme e Connecticut mori vendim që çiftet homoseksuale kanë të drejtë të martohen.